ke turizmin, ke historia. Dyja shtyllat, edhe mbarova ti. Turizm dhe historiti. Gjuhë është brenda historisë. Me këto dyja ne do mbajemi. Dhe ai do vi Ktharalle vjen si turist vjen si turist për gjeografin, lumë det mal afër, kishë xhami afër, pa ai do vi nesër për historiti, se do kërkoj rente vetaj. Kjo është Shqipëria. Turizm dhe historiti. Gatimi është normal, kulinari. Është pjesë se shqiptarët janë në 10 mjekët, 10 gatuesit më të mirë në botë, 6 janë shqiptarë. Një nga Maqedonia, një nga Kosova, një nga 6 janë shqiptarë. Kupton ti që është kulinaria shqiptare? 10.000 vjeçare ka ditur të gatuaj tavën e Kosit që gjendet ke faraoni në cep atje në Egjipt. Gjendet fjala tavë, fjala kos dhe gjendet e recepturat. Egjiptologu Zaharia. Gjen 3 gjëra shqip atje, nuk e dini nga ku janë. Gjeti në Elbasan tavë, gjeti fjalën kos, gjeti dhe recepturën, se si bëhet tavë e kosit. Pra këta janë shqiptarë që shkojnë në Itali për 2 javë, për 2 muaj në falë, për 2 vjetë, edhe mësojnë që bëjnë makarona, pasta, më mirë se italianët. Pse? Se ka ditur ta gatuan një, ka brenda, vetëm sa e kujtojnë në Itali dhe në Gjermani. Gatuan më mirë se ata. Pra, kjo është fryma që shqiptarët mund të vlerësojnë vetveten edhe të bëjnë një përpjekje për të sjellë të kaluarën në dijet e sotme.